Vetëm 5 vjet pas ndërtimit të rrugës hyrëse në qytetin e Shkodrës, bashkia ka nisur ta shkatërrojë atë pasi po ndërhyn për kanalizimin e urave të zeza. Një investim për 21 milion lekësh, po shkatërrohet për shkak të një projekti të pamenduar. Sipas arkitektit Zef Çuni, përgjegjësia bie mbi pushtetin lokal dhe bashkinë e këtij qyteti. Punimet duhet të kontrollojnë bashkia dhe Këshilli Bashkiak. Investimet që ka hallë janë lekë e qytetarëve të Shkodrës, e taksa paguesve shkodran. Duhet të kontrollojnë edhe Këshilli Bashkiak, domethënë miratoj investimin, por edhe duhet kërkojnë llogari për si është bën investimi. Ndërkohë, me ardhjen e qeverisë së re, Çuni shprehet se projekte të tilla nuk duhet të përsëriten më. Mendoj me ardhen e qeverisë së re nuk duhet financohen punime pa projekte të detajuara dhe pa një strategji mirëfill. Fillimi i punimeve në këtë rrugë ka shkaktuar kaos në qarkullimin e mjeteve dhe të këmbësorëve. Pritet që me përfundimin e këtyre punimeve, urat e zeza të derdhen jashtë liçenit të Shkodrës.